Rimi Mbroma Toksor, plaset, fabula tjetër në ekran, Lediona, kanë betur edhe 20 minuta me kullën. Kulla, lajmi fundi SPAK, urdhër arreste për biznesmen të njohur dhe para se të jam fjalën Kulla, do lexoj shpejt e shpejt dy gjëra të vogla për publikun që atë publik që ndoshta nuk e di. Shkonsideruar një mega operacion ky i SPAK-ut Kulla, janë sekuestruar 138 milion euro në llogarit, nga llogarit e Albanian Land Development. 336 llogari bankare të sekuestruar. Janë më shumë se 138 milion, thoti. Jo, 138 milion janë sekuestruar, po janë aty. Po janë 336 llogari bankare të sekuestruar. Seriozisht e ka? Po. Njoftimi i SPAK-ut. Në Shqipëri të gjitha? Po, gjitha. Por vërejë posaçëm thotë ka sekuestruar kaq e aq, të vendosur në llogaritë noteres Amela Muka. Po, sepse mbas ligjit tek ne, kur bëhen pagesat, sa kohë janë të ndërmjetme, pra sa të përfundojnë letrat, lekët paguen të noteri dhe pastaj kalojnë tek ai. Po që janë gjitha emra më kullo, se këta janë emrat panjohur më burr dhe ne mua vjen të kështu. Janë panjohur. Pse më e njefti noterin në shkretën e Amelën? Jo, noteri është një noteri, po s'është noteri e faj. Po mi po registruga, një nga administratorët e cilës është e para ç'është kjo Albanian Land. Është një kompani që kanë krijuar këta që të merren me zvërnecin. Po kjo s'ka shumë rëndësi, problemi është akuzat që ata bëjnë, sepse akuzat janë të rënda, bëhet fjalë për trafikim ndërkombëtar droge. Darë këta kanë qenë ndërmjetës me kompaninë e vëllezërve Al-Kayat nga Katari. Po sigurisht, po është vetëm një problemi është se aty është një grup i madh biznesmenësh ku janë të gjithë në botën e ndërtimit dhe për shembull po të shohësh kompanitë që janë goditur aty dhe emrat, ti e kupton pra aty është goditur. E pari ishte ky i shfamshëm një herë, Shtufi, Ilir Shtufi që ka gjithë jetën që merret me që bën kështu beton, jo. Po ndërtim, beton e bën sota. Me çfarë merr Shtufi? Me ndërtime. Ndërtime, po, ka qenë një nga biznesmen më të mëdhenj betoni Shtufi o burr. Po prit, çështja është që sot apo të hepurit të betonit se më e tani. Arjan, me atë që ka ndodhur, janë bllokuar, sot janë goditur, dhe unë mendoj që do bllokohen ose janë bllokuar 20 projekte më të mëdha të ndërtimit në Tiranë. Dhe kjo është një gjë që s'ka ndodhur më përpara, po mbi gjitha akuzat janë Dhe kanë të gjitha lidhje me zvërnesën e apo edhe me gjëra të tjera? Jo, zvërnesi është tangent, përfundon në këtë gjë tangent. Është një histori që ka nisur 2021-shim duke. Kjo është një histori që nis shumë më përpara dhe vjen nga Sky CC. Është nga Sky CC ku janë kapur të shumë përgjime. Po mirë, pra këtu tash i hyn ajo të kujtohet ajo historia e Arubës që u bë Taishulli, po. Që vajtën, ato janë Antillet hollandeze që janë përballë Venezuelës. Po. Dhe që mediat italiane bën një report duke thënë që këtu është bërë një takim sekret që kanë koordinuar se ku do t'i pastrojnë lekët e kokainës që eksportojnë nga këtu e tjerë dhe bëhet fjalë për shumë tonelata kokainë. Dhe këtu futet dhe emri i Artur Sheut, i cili nuk është Shqipëri për një kohë shumë gjatë, po jeton në Amerikë, ai që ndërhyri në studion e Felziut para ca ditësh në telefon dhe që është bashkëpronar tek toka në Zvërnec. Dhe aty problemi është se ata edhe operacionin këta SPAK-ut e kanë qujtë Aruba, sepse këtu problemi është që kjo është bërë bashkëpunim me disa shërbime sekrete të botës. Përfshik Turqian, Dean, Italianët, sepse është operacion ndërkombëtar. Thelbi cili është me pastru drogë për të kaluar ndërtim? Trafiku i drogës nga Amerika Jugut drejt Evropës dhe investimi i këtyre parave në projekte ndërtimi në Shqipëri. Në gjithë to kullat mëdha që janë bërë dhe gjithatë edhe në jug. Po, gjithë projektet e mëdhaja. Që dalë dhe një... Himar, Dërmi, Palas, Tiranë... Që dalë dhe një nga këta oligarkët. Çështja... Që janë oligarkë, po a i shkesh klient i mafë. Nuk ka përmend njeri jemë. Ka disa, unë nuk do të them sepse hetimet po vazhdojnë, po sot ka pas disa kontrole të SPAK-ut në disa kompanitë mëdhaja, për te këtyre që janë ekzekutuar. Dhe çështja është, domethënë, jo se unë s'du ta bëj, por nuk jam aq trim që të bëj një vepër penale duke ditur që ky është një hetim i SPAK-ut i vazhdon. Jo, po ka dal dosje, po qarkullon. Je prit. Po qarkullojnë përgjimet. Për te dosjes, për te përgjime vazhdojnë hetimet për njerëz tjerë dhe për kompani tjera. Ka më shumë se kaq thotë? Po. Kjo është vetëm një pjesë e gjës. Dhe këto pastaj, duke qenë që janë mbivendosur me njëra tjetër, janë ndërlidhur sepse do hetohen gjitha transaksionet e tjera. Arjan, 336 llogari bankare, janë shumë Arjan.
Po këta janë të gjithë që janë kompani? To janë gjitha kompani dhe individ. Pra përveç shumës lekëve që është e madhe ty që sekuestruar, 336 llogari bankare. Dhe Spaku... Plus të tjera që po hetohen. E kuptova, po Spaku tani, ti thua i ka blokuar këto sepse ka prova... Po. Këto para, më falë, këto para janë para të pista, të drogës, të cilat janë, së thuash, po e them e fjalë, po e them vulgare unë tani, po e them thjesht, kanë kaluar nga pra paratë të drogës, kanë kaluar në ndërtim. Pra gjithë akuza që është bërë nga media, gjithë të koni i famnyre, Spaku me këtë gjë duke si u ka konfirmuar, apo jo? Jo vetëm që ka konfirmuar. Ne kemi ka vite i themi që s'ka mundë si këto janë para drogës, është pa mundur të jenë... Jo vetëm që ka konfirmuar, po operacion është operacion ndërkombëtar. Prandaj është bërë dhe ndalimi i shtufit në Greqi, pra ka qenë organizuar më përpara. Operacioni është ndërkombëtar dhe është nga më të mëdhenj bërë ndonjëherë, jo vetëm në Shqipëri, po në botë komplet. Sepse seriozisht e ke thënë? Po më çan, po ta shpjegoj pse. Sepse para disa vitesh, çmimi i kokainës në tregun ndërkombëtar ishte shumë i lartë. Sot kam rritur nga 50.000, 40.000 që ka qenë, kam rritur nga 12 deri në 14.000 për kile. E kam bërë domethënë një gjë që vlente 40-50.000 në Evropë, sot e çojnë me 12-14.000. Pra e kanë tronditur gjithë tregun ndërkombëtar të kokainës. Edhe këto para janë shumë të mëdha parash, të cilat këta i kanë ndjekur me detaje ku shkojnë. Prandaj them që është një bashkëpunim i disa agjencive ndërkombëtare. Pra, nuk janë vetëm përgjimet që kanë ardhur nga Sky CC, aty kanë marrë indicet atë. Pastaj kanë shkuar, i kanë ndjekur nga një këta njerëz. Pra kanë ndjekur numrat e telefonit, me kë janë takuar, llogaritë bankare, ku kanë pushuar, ku ashtu. Pra është një punë që nuk pra koincidon tani. Që kanë ndjekur dhe gjurmë se si janë futur në banka këto lekë. Po sigurisht sepse aty është në bankat private niveli 2. Është drejt për drejt ajo gjë dhe këtu është shqetësimi i madh i asaj që quhet procesi i compliance, sepse në çdo investim të madh dhe në çdo investim vogël, vetë bankat kanë një drejtori që ne njohim atë që kemi tek Ministria e Financave që quhet pastrimi i parave. Qartë. Por çdo bankë e madhe në selin e vetë, pra ku e ka qenë, për shembull Intesa e ka në Milano, ka një drejtori të madhe në cilën punojnë o ish agent sekret, ose agent sekret, ose ish pjesëtar të Guardia di Finanza e tjerë, cilët bashkëpunojnë me agjencitë atje nga vinë, sepse vinë nga atje dhe nga këto organizata policore apo të shërbimeve sekrete dhe merren dhe bëjnë atë proces që quhet compliance, që të verifikojnë kush është individi, pra vettingun, dhe të verifikojnë origjinën e parave dhe të verifikojnë përfshirjen e veprimtarive kriminale në këto para. Prandaj, kjo gjë që ka ndodhur sot është një gjë që s'ka ndodhur ndonjëherë më përpara dhe është një gjë shumë e rëndë dhe unë mendoj që ajo që prokuroria ka dashur na tregojë është vetëm pjesa në dukje e icebergut, jo pjesën tjetër. Prandaj unë mendoj që pas kësaj gjës që ndodhi, ne do shohim një reagim në tregun e ndërtimeve të Shqipërisë, sepse shumë projekte unë mendoj që o do ngelen pezull ose nuk do ndërtohen më, sepse ki parasysh nuk mund dëmi më i madh që mund t'i bësh dikujt që është marrë me atë punë, sepse shiko, trafiku i drogës është një biznes që prodhon lek, po është shumë i rrezikshëm dhe kushton shumë vite burg edhe të merr jetën për shumë gjëra të tjera, ndonjëherë edhe fizikisht. Prandaj dëmi më i madh që mund t'i bësh dikujt që merret me atë punë është saktësisht shkosh ti marrësh paratë. Unë e di pse Spaku e bën këtë punë. Ata janë duke ndjekur teorinë që ka patur në atë kohë në Itali, në Sicili, në vitet 80, Giovanni Falcone, që kur i bllokon paratë atij tjetrit, i ke marrë jetën. Pra, se po i morë paratë i ke marrë jetën. Dhe kjo është arsyeja e vetme pse dikush që arrestohet dhe ti i ke bllokuar paratë, të vit bëhet bashkëpunëtor i drejtësisë në mënyrë që të shpëtoj paratë dhe të tregojë gjërat e tjera. Pra, strategjia e Spakut është kaq e hollë sa që nëpërmjet bllokimit të parave, do që ata që janë arrestuar dhe ata që janë pjesë të flasin dhe të tregojnë gjërat që është ashtu. Prandaj po them që është minë me sahat për shumë aktorë të tjerë në punën e ndërtimit. Si shpjegon ti që ky mega operacion që ka filluar vitën para apo jo kulla? Më duket se në 2021 apo ndoshta hetimi ka filluar, po operacioni po. Po pra, si shpjegon ti kulla që ky mega operacion pa pritur përfshin dhe aktorin kryesor që po përflitet tani këtë Artur Sheun që jeton në Amerikë, që ka ikur që para 30 vjetëve, 25 vjetëve, i cili lidhet me ngjarjen e Zvërnesit. Pra, është koincidencë? Jo, nuk është papritur. Emri Artur Sheut, me drejtat pa drejtur nuk e di, ai tha te Fevziu që unë s'kam lidhje me atë gjë tjetër,
është përmendur në atë dosjen italiane, në cilën është bërë dhe një emision nga RAI, si organizatori i takimit Me një general, me një kështu. në Aruba, jo generalisht histori tjetër. I dha të tokën pra. Po, jo, për takimin në Aruba ku është organizuar trafiku i drogës e tjerë. Pra, nuk është tani. Ai e mohoi, ai është. Ai e mohoi, por operacioni thot, operacioni ka marrë emrin Aruba. Pra, çështja është në atë dosje, pra unë e kam parë shpesh atë emisionin të RAI, të reporti, atje ata akuzojnë pikërisht këtë emision si të ndërlidhur me bombën që ju vua ti gazetarit atje në Itali, se i vunë bombën atje. I dojgjën makinë e tjerë, u bë skandal i madh në Itali para disa muajsh. Tani, ata akuzojnë që me këtë histori, ata thonë që kanë lidhje edhe organizatat të tjera, dhe këtu përfshihen edhe këto kartelet e mëdhaja të eksportit të kokainës nga Amerika e Jugut drejt Evropës. Prandaj, doza e shqetësimit është e madhe, dhe kjo lidhet, nuk e di ku mund ta lidhësh, por lidhet në mënyrë indirekte, sepse në këtë moment është edhe skandali i Zvërnecit që folëm, por emri Zotit Qeu nuk është një emër i padgjuar në Shqipëri për akuza kriminale që nga 97 e këte, kështu që tani se unë nuk e di se ç'do bëjë zotëria, po unë mendoj që pas kësaj që ndodhi, po t'isha në vend e tij, do evitoja daljet media dhe do flisja vetëm me gjuhën e avokatëve, sepse akuzat janë shumë të rënda. Dhe këta të gjithë të shkret dhe nuk është ky i pari, të gjithë këta, nuk e di e ke vënë re këtë gjë, është karme, keqe shumë. Han derin dhe shkojnë tek Fantomasi. Lasin atje dhe me njerë, sa mbaron të Fantomasi, bambi vjen akuza. Edhe ju kam thënë 100 herë, mos dilni të AIS, do veni në burg. Ti mendon që është kështu? Po i kanë ndodhur të gjithë emra kullat, do t'i them me emra. E ndërlidhur me energji të keqe. Po nuk e di çfarë është më vëlla. Po vjen atje sepse atje është lavatrishe pra që të pastron ai. A më kupton? Ai qëllimi i tij është të pastroj vëlla. Është lavatrishe. Problemi është që ka ca sy të tjerë që e kuptojnë këtë gjë. Pra e kupton, vetë si t'japit e ka sapit më burr. Ai këon pastroj për historitë e veta. Unë mendoj që aty ka... Edhe nuk është rasti i parë ky më vëlla. Unë mendoj që... Ka raste pafund. Unë mendoj që aty ka orë dhe ditë të tëra regjistrimesh, dokumentash e tjerë dhe ne... Kjo është vetëm maja e icebergut që kemi parë. Ore kulla, dëgjoj. Në këtë kontekst, si du duke reagimi... Dhe shpresoj që kjo mos ketë ndikim në ekonominë e qytetit Tiranës ku jetojmë, sepse por akuzat janë të rënda dhe besoj që do ketë ndikim edhe në projekt. O, nuk besoj fare. Ta shojmë. E di se nuk besoj unë, sepse fijet e këtyre njerëzve që thua ti, janë aq të thella dhe aq të ndërlikuara, janë merrin bank, sa që mendoj që një bie me qindra ngrihen. Çështja është në... Aq më tepër Spakut ka dhënë, më fal, Spaku para pak ditësh dori lajmi se si filloi të zhbllokoj shumë llogari që bllokoi. Unë kam lexuar po më çam, po ki parasysh se ndërkohë... Unë nuk jam shumë entuziast. Ndërkohë që zhbllokon mund të jetë edhe duke marrë bashkëpunëtor, se tash mekanizmi i bllokimit... Bashkëpunëtor për çfarë pra? Që të tregoj shokët janë. Edhe ja i tregoj shokët edhe? E pastaj do shohësh urdhrat e tjera arresti, kështu që prandaj po them, ne po shkojmë... Po kush pierd për këta, më këta janë thjesht ushtar. Puna është, ai i madhi dhe lart nuk vetë njeri. Morë vesh që nga sot, unë rifilloj të quaj Ramsi, se e dëgjova në fjalim. Nuk bie ai, nuk e ka thot njeri më. E dëgjova në fjalim. Jo, se dëgjova. E pesa njerëz kishin mbledhur atje? Jo. Se dëgjova se s'më intereson të... Dhe një pafos pa parë. Shiko, aty... Do të thënë, a unë atje e kuptova vëlla? Aty unë pash... Po te kanë me këto? Aty unë pash vetëm një nga këto të 35 vjetorës, që ti di që unë kam qenë kandidat për deputet i Partisë Socialiste, kam qenë shumë afër Fatosnanos e tjerë. Dhe unë këto ditë kam parë njerëz që në ato vite kanë qenë shumë të afër dhe të lidhur me PD-n dhe sot janë kështu, janë në grupin drejtues të asaj që mund ta quajmë Partia Socialiste. Po unë nuk do isha kaq optimist sa jeti çan, se koha ka treguar të kundërtën. Optimist? Unë jam pesimist, më jo optimist. Jo, je pesimist. Pa tjetër, të gjitha të kanë pritshmëri që këti erdhi fundit i gjatit. Ore, këto gjëra që thua ti, që tregove tani ti. Sigurisht që nuk ka idiot në këtë vend, sado i palexuar i pashkolluar të jetë. Sigurisht që të gjithë kuptojnë që pa lejen e këtij këto gjëra nuk bëhen, o kulla. Po çam, po ka i problem. Prit po ta mbaroj fjalin. Dhe unë po të them, nga mënyra si e pash sot, se sado aktor të jetë ai vëlla. Sot ishte i qetë. Nuk ishte si këto 2 javë që u çmend. Që u çmend, që iku petlla, më kupton? Pash unë, por ndoj që me vëmendje sot. Ishe kurioz. Sa filloi protesta, andej, në një mënyrë e mbyllën këta. Folja i batin fjali. E ishte i kthjellët vëlla, me zë të trash, i erdhi zëri prap. S'kishte më grimasa në fytyrë, s'kishte më tallje
edhe kështu autoironi që bën ai nga ato që janë të shpifura. Sot ishte i kristal. Dhe ati sot pash një forcë të papar. I tha Spakut, duke tha asgjë Spakut, kjo që po bën Spaku është gjë shumë e mirë, tha. Më thënë lavdëroj. Dhe kjo ishte pyetja ime. Qëndrimi i këtij tani ndaj Spakut që këto operacione i quan gjë të mirë, edhe për Zvërnesin thotë. Shumë mirë thotë. Nëse ai se ka marrë me drejt tokën thotë, ato para do vende ai. Pra, ne do ta bëjmë thotë, do ta zhvillojmë atë. E kupton se këtu jam unë. Po del njëri para mua. Mitingu ishte për Zvërnecin, si ishte për 35 vjetorin për... Për Zvërnecin më burë, është alibi më burë. Mirë. Direkt më burë. Se unë e di që është 35 vjetoris. Jo mërë vla, jo mërë kullë, pa jo është alibi më burë, është perlë më burë, alibia prefekte më burë. Se unë edhe pak thash pëse së më ftuan mua, se unë kam qenë aty shkoj. Po jo më vla, ishte alibi jo burë. Se do shkoja, jo për gjë. Do shkoja. Po së më ftuan, se si që kanë këta do. Plus që atje, me ata që kanë ngellë aty, besoj që kanë harru ata që unë kam qenë. Ishin shumë, o sa i shumë, kishën bletë mama. Bo, të shkretë të rinit të mërzitur njerëzi, të rinit këshu me të ishte vapë? Po më qa vapë, duke që ishin me zonë, më ishën betë me zonë. zonë. Kur është vapë, duhet kesh ujë, bukë, se ke parasysh se... Kullon, po të them bla. Ka bërë dhe mitingje vetë, di se ti organizë. Unë pres, e vetëm që s'do ketë njeri këllë që janë falë që ti afrohet ati as pak as njeri. Pas ta u tani mu të bëj kërdin në çdo nivel, vla. Po. E pe, kërkoj për Ballukun, do pas ta ditësh të vejnë në parlament. Se pash. Po pra do kërkoj prapë... Qanë e marrë me Iranin, vla, me... Pa ja, po ta them unë, ta i do më dëgjosh mua. Po të gjë. Kërkoj për Ballukun imunitetin prapë. Të shumë do e japi ky apo jo. Po kjo s'të gjithë nuk zgjedhet tani zgjedhet në legislaturën tjetër. Ku legislaturën tjetër? Shtator më kur filloi parlamenti. Është legislatura tjetër, është po njëta legislaturë. Legislaturë them unë fal, në sezonin e ri shtator. Sezonin e ri. Lapsus. Kjo e Balluku. A se ky Shtufi është edhe te dosja Balluku, harrova, po. Është vërtet? Po është një nga të akuzuarit. Ç'mos jetë më Shtufi kanë 30 sa vjet që punon me kështu më valla me thuaj beton o burr. Se dia. Shtufi më. Është i vjetër Shtufi në treg shumë më artikulla. Nuk ka njeri vlla në Shqipëri që të ketë bërë qoftë edhe një shtëpi të vogël që mos ketë pas punë me Shtufin valla. Ja unë s'kam pas punë me Shtufin. Ore, kur them nuk ka njeri kanë fjalën e njohin të gjithë, sepse është folë edhe nëpër media. Ja kam taku një herë, po. Po. Edhe është djalë i mirë thonë, nuk është djalë i keq që shkretë, më edhe mua më kanë thënë që jepte edhe kështu, kur s'kishe lek për shumë ti si ndërtues. Ti jep të thotë na merre betonin kur ti kesh. Pra janë edhe këta xhymertët që janë zemërgjerë, më kupton? Unë vetë personalisht se njoh, por ç'kam dëgjuar, ç'a thon. Po nëse mos e s'është punat e Shtufit tani. E sa Shtufur mund të marrin qafë Spaku vlla. Pyetja ime është kjo. A do ketë guxim të shkojë te ky? Një moment u shpresua që kjo protesta, që është e madhe, do e duroj Spakun të vej deri lart. Çështja çanë. Unë them jo pas fjalimin që mbajti ky sot. Me këtë operacionin e sotshëm, po shoj pse. Deri tash sikur skandal fjalët, po me këtë operacion. Deri tani më kanë dalë mua të gjitha. Skandal. Po me këtë operacion. Evelia vetëm me qëllime bëra të hundisja. Me këtë operacionin e sotshëm, Arjan, trekën që krim oligarki biznes është i konfirmuar me akuzë nga organet gjyqësore dhe kjo nuk është më, se tash ta kam thënë atë punë që kur të përdonon Kadiu edhe Zoti s'bën ndërmarr. Pastaj këtë historinë tjetër, ata qeni jot kur bi nga fiku do ta shohin. Më duket se kemi vënë një bazë bashkë. Këtu e kemi, viti është përpara, është i gjatë. A kemi vënë një bazë dhe në fund vitit? Se mbaj mend. Po si haron ti më kolla, se unë s'mbaj mend, ti si mban, ti mban. Çfarë bëj dhe mua ka godit Covidi.